Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Ajo Podcast, shtëpia më e re mediatike në qytet e krijuar nga AUA, për t'i dhënë zë historive të grave shqiptare në Shqipëri dhe jo vetëm. Ajo që të prezantoj sot është një gazetare bio, në kuptimin që i është qepur gazetarisë të terrenit dhe nuk i është ndarë edhe pse e ka provuar gazetarinë a shkruar edhe atë të televizionit nga zhanre nga më të ndryshme që nga talk show-t e pasdites deri tek gazetaria investigative ku duket se është gjendur mirë për momentin sepse aty edhe ka ndaluar. Megjithatë, ajo është një nga ato vajza në gazetari e cila ka mbledhur më shumë çmime besoj se gjithë gocat e tjera për gazetarinë edhe asnjëherë nuk e di se ku i mban ato certifikatat. Unë ja kërkova që t'i sillte për këtë program. Të fundit e ka marrë para 2 javësh në konkursin për gazetarinë investigative nga Bashkimi Evropian. Përveç kësaj, ajo ka lindur në Burrel, është martuar me një fjerak 24 karatsh, nuk ka lënë cep të Shqipërisë pa shkuar dhe është, kur nuk bën gazetaren, një fotografe e talentuar, i ka shumë qef udhëtimet dhe është edhe një prind i përkushtuar i 2 fëmijëve adoleshent tani dhe është themeluese e lëvizjes së prindërve në Shqipëri. Unë e quaj lëvizja e prindërve të zëmëruar, po nuk është kështu. Apo jo, Esmeralda Kita? Duhet jemi të zëmëruar në fakt. Kemi plot shumë arsye. Faleminderit shumë Bona për ftesën dhe për prezantimin. Një moment thash dua ta njoh dhe unë këtë. Patjetër. Si je? Mirë, le të themi e përgjithshmja është mirë. Unë kam një teori time, po themi që mendoj që ne na kthehet energjia që reflektojmë. Dhe nuk duhet të ankohemi vazhdimisht se ndoshta ajo energjia e keqe mund të na mbushi dhe ditët tona pastaj. Këtë e ke reflektim të 22 viteve të fundit apo që në fillim kështu e ke pasur? Jo, mendoj që ndihem me fat, domethënë, se ndonjëherë njeriu përpiqet, por nuk e ka këtë. Unë ndihem me fat se e kam këtë gjë, e kam të brendshme, e kam të natyrshme. Tani mund t'i vë një emër, se ndoshta përpara 22 viteve nuk dija t'ja vendosja emrin. Tani mund t'i vë një emër. Por ndihem me fat që e kam këtë qasje, po themi. Në fakt, ti nuk e ke nisur në gazetari siç unë e dija. Jo. Ti e ke nisur në mësuesi, si të gjitha ne që kemi studiuar për gjuhë letërsi, dhe që diplomën e kemi mësuese i gjuhë letërsisë shqipe, apo jo? Po. Si ndodhi që ti erdhe te gazetaria? Shiko, unë jam diplomuar për gjuhë letërsi në vitin 2000. Dhe po themi që ishin vite të vështira, le të themi, dhe në atë kohë babai im dëshironte që unë të kthehesha në Burrel pasi përfundova studimet e larta, megjithëse unë atë kohë isha i angazhuar në një punë në Tiranë, INIMA e famshme atëherë. Si gjithë studentët. Po, bënte digitalizimin. Sot janë call center, atëherë ishte INIMA. Po, bënte digitalizimin e kadastrës dhe unë punoja aty mbas diteve. Por babai këmbguli që të kthehesha në Burrel dhe unë realisht në atë kohë nuk e kisha forcën për ta kundërshtuar dhe për t'i thënë jo, megjithëse doja të qëndroja në Tiranë dhe u angazhova, fillova mësuese në Burrel. Kam punuar 3 vite në shkollën 8 vjeçare të Burrelit, asokohet 8 vjeçare dhe pastaj 1 vit në gjimnaz. Sigurisht në atë kohë duhet ta them që isha shumë e mërzitur me këmbguljen e babait për t'u kthyer, por sot unë e kuptoj e shoh ndryshe. E shoh ndryshe në perspektivën e prindit, sepse ai ka bërë ato që ai mendonte që ishte e duhura për fëmijën e tij. Megjithëse unë mund mos bie dakord me zgjedhjen e babait, por ai veproi në atë mënyrë sepse ai mendonte se kjo ishte gjëja e duhur për mua. Po të kishe djalë, do t'i kërkonte të njëjtën gjë? Besoj po. Okay. Besoj po, nuk e kishte se unë isha vajzë. Ti ke dhe një motor apo jo? Po, unë kam një motor dhe një vëlla. Dhe babai ka qenë po themi, ato rregulla kanë funksionuar për të tre njësoj. Po, donte ta mbante familjen të bashkuar. Po, donte ta mbante familjen të bashkuar. Dhe gjatë kohës që kam punuar si mësuese në Burrel, janë angazhuar dhe në TV-mati, televizionin lokal, që ka qenë eksperienca e pare imja në media. Unë dua ta them që as në ëndrat e mia nuk ka qenë media, ishte një gjë shumë e bukur dhe shumë e largët dhe shumë e paarritshme për mua, se po themi po flasim për vitet 2000. Dhe
e lexoja atë gazetën me ëndje, shikoja televizionin me ëndje, pa menduar kurrë se një ditë edhe unë do isha pjesë e këtij profesioni. Dhe kur pastaj kam ardhur në Tiranë në vitin 2004, pas 4 vitesh kam ardhur në Tiranë. Jam angazhuar fillimisht si mësuese në një shkollë private në Tiranë dhe pastaj kam kaluar në një gazetë të re që ishte hapur aso kohë. Dhe kur shkonim në për konferencat për shtyp, apo kur shkonim në evente të ndryshme dhe takoja gazetarët që unë i kisha parë nëpërmjet televizionit apo i kisha lexuar, ishte një lloj po themi nuk di si ta shpjegoj, po ishte një lloj sikleti, një lloj parehatie, një lloj. Dhe mbaj mend që një nga vajzat që unë e kam ndër vite u bëm shoqe, më thotë që kur ka ardhur ti në fillim të kisha shumë inat, sepse nuk flisje me askënd, ishte mendje madhe. I thashëm nëse është lexuar kështu jam shumë e lumtur, sepse në fakt s'ka qenë kështu, ka qenë vetëm një lloj sikleti sepse ishte një mjedis i ri, një ambient i ri, ishte gjithçka e re për mua. Por që pastaj me kalimin e viteve rezultoi që t'ishte vërtet një nga ato pasione, jo vetëm profesion, por pasion mbi të gjitha. Ti gavetën e gazetarisë e ke bërë te Gazeta Shqiptare, apo jo? Ku ke filluar tek rubrika e sociales dhe që nuk i e ndar. Unë i referohem shpesh gocave të sociales si milingonat punëtore të profesionit, sepse janë ato që me gjithë vëmendjen e madhe që merr politika në këtë vend, nuk janë ndar asnjëherë raportimit të problemeve shoqërore, të cilat e mbajnë fabrikën e shoqërisë bashkë. Ke punuar pastaj në televizion për një kohë shumë të gjatë dhe ky kalimi ka ardhur prapë në mënyrë graduale se ti ke vazhduar të merresh me probleme shoqërore. Nuk je joshur ndonjëherë nga shkëlqimi i dritave të studios, të kesh një program tëndin, një podcast tëndin, një vend ku ti të bëhesh e dukshme për punën që ti bën. Se televizioni e ka dhe këtë, ka dhe famën, ka edhe më shumë dukshmëri. Pse ke zgjedhur të qëndrosh këtu? Domethënë te gazetarja bio që e quaj unë. Shikom, sot në fakt gazetaria ka ndryshuar shumë. Dhe ka dhe një teori që nëse nuk je e dukshme, nuk ekziston. Unë jam në një dilemë të madhe për këtë. Mua nuk më pëlqejnë dritat. Më pëlqejnë të rri mbrapa. Më pëlqen të bëj atë punën time, ashtu siç di, unë të jap më të mirën time. Më pëlqen terreni, më pëlqen të takoj njerëzit, të dëgjoj historitë e tyre, të përpiqem t'i ndihmoj, të përpiqem t'i jap një drejtim. Dhe nuk dua që punën time ta mas me klikimet. Nuk dua, sepse historitë nuk janë as statistika, nuk janë as klikime, janë jetë njerëzore më pas. Dhe nëse të gjithë të vrapojmë për të qenë vizibël, se po nuk dole në ekran, atëherë nuk të njeh njëri, e vërtet është, mua nuk më njeh njëri. Domethënë kur shkoj në terren, nuk më njeh njëri si për shembull të tjerë kolegë që dalin në televizion edhe janë figura publike. Por kjo nuk më bën mua të ndihem keq. Unë madje ndihem shumë më mirë sepse kështu unë bëhem njësh me personazhin pa pasur kompleksin se kush jam unë. Dhe unë mendoj që jeta e vërtet, sado që shoqëria të zhvillohet, sado që teknologjia të zhvillohet, ajo që është dhe mbetet e pandryshueshme është shpirti njerëzor. Dhe ne shpirtin njerëzor e takojmë vetëm duke takuar një shpirt tjetër. Dhe prandaj gjithmonë kam dashur që unë të jem tek gazetaria e terrenit, kam provuar në pak periudha të jem redaktore, po them, nuk më pëlqen të merrem me punët e të tjerëve. Do të merresh me punën tënde. Dua të merrem me punën time, dua ta kem atë krijimin tim. Ajo që më ka bërë përshtypje në fjalët që ti ke mbajtur sa herë ke marrë një çmim, dhe nuk janë të pakta, dhe unë do t'ja tregoj këtu të gjithëve. Kjo është më e fundit që ka ardhur online për një shkrim që ti ke bërë për Vjosën, nga një organizatë mjedisore, është e freskët fare, domethënë sa ka dalë nga furra. Pastaj ne kemi një histori me çmimet e Bashkimit Evropian për gazetarinë investigative. Këtu është vendi i parë që e ke marrë me kolegen Elisa Gjerani për një shkrim për spitalet. Po, dhe unë
është një nga shkrimet me të cilat le të themin pa modesti mburre, sepse ishte një histori dramatike gati e pabesueshme që në vitin 2018 6 bebe, me sa mbaj mend unë, prematur vdiqën në një periudhë të shkurtër 2 mujore tek materniteti Koço Glozheni. Kjo ka qenë për inkubatorët, në mos gaboj. Ne zbuluam anë të këtij shkrimi që bebet që lindin prematur, 50% e tyre mund të vdisnin për shkak se nuk kishte inkubator spitali. Dhe për mua ishte një nga zbulimet më tronditëse. Dhe përveç kësaj, kur ju e keni publikuar shkrimin, pati një fushat dhurimi dhe spitali u pajis më duket me 2 inkubator. Jo, ka marrë më tepër, ka marrë gati 6 apo 8 inkubator, i kanë shkuar dhurat, megjithëse Ministria nuk e pranoi asnjëherë problemin, por i pranoi dhuratat. Ky është problemi më i mirë, them unë. Këtu është një certifikat nga OSBE-ja për një konkurs tjetër, si po zhvaten pasuritë kombëtare biznesi i guroreve, dhe i fundit fare është, i fundit fare është ky që ke marrë me Erisën, po ky është i parafundit me shoqen tënde dhe timen bashkë, Anila Hoxha, vendi i tretë, për se si u manipuluan të dhënat gjatë pandemisë. Covid, po dhe ky ka qenë një tjetër, një nga ato punët e mira, le të themi. E mbani mend pandeminë që qeveria dilte në çdo moment me ato makinat e ushtrisë po shpërndajmë ndihma etj. Në të vërtetë ne zbuluam që ndihmat që kishte çuar qeveria ishin me pikatore, por ndihmat po shpërndaheshin nga bizneset dhe nga shoqatat humanitare. Do doja shumë të, me që po përmendim çmimet, të mos harronim çmimet Fatos Baxhaku, që unë i kam shumë për zemër, po, dhe që kanë qenë, shiko, unë e mendoj gjithmonë sa herë marr një çmim. Sigurisht që një çmim është një motivim, por unë mendoj që ne kemi plot gazetarë të mirë. Kemi kaq shumë gazetarë të mirë sa që unë shpesh kënaqem duke lexuar shkrimet. Lexoj shumë shkrime që janë bërë me shumë profesionalizëm. Megjithëse në media nuk e kemi ndoshta aty ku duhet të ishte, por gazetarët i kemi vërtet shumë të mirë. Për të ardhur tek pyetja që e nisa me çmimet, më ka bërë përshtypje që në çdo fjalë që ti ke mbajtur, i ke vënë theksin një lloj alarmi për vdekjen e profesionit të gazetarisë, zbehjen e peshës që gazetaria ka tek publiku dhe tek vendimarrësit, dhe theksin tek e vërteta. Si e ke parë ti në këto 22 vite zhvillimin e medias me uljet dhe ngritjet e veta? Jemi tani në një pikë më mirë se çishim, apo më keq se çishim, apo jemi status quo? Shiko, nga këndvështrimi i një gazetari që përballet çdo ditë me terrenin. Po, njeriu kur rritet profesionalisht kërkon edhe më shumë. Pra ne çdo ditë puna jon ka qëllim përmirësimin. Ne nuk jemi ato njerëzit që kemi për detyrë vetëm të kritikojmë, vetëm të shajmë. Ne kritikojmë me një qëllim. Qëllimi është përmirësimi. Dhe kjo sfidë për më të mirën është dhe brenda profesionit. Pra, ne, edhe nëse ankohemi sot për situatën kur është media, ne ankohemi sepse brezat të tërë gazetarësh kanë punuar, janë përkushtuar që sot të mos kemi këto probleme. Dhe kjo është arsyeja që ne kërkojmë gjithmonë ajo që duhet ishte më e mira për të gjithë, sepse një media e lirë, një media e mirë, një media e përgjegjshme, pa kufizime, është një tregues, është një shoqëri e shëndetshme. Dhe nëse një media çdon, heq dorë, vetë censurohet, atëherë ky është një tregues që shoqëria nuk është e shëndetshme. Dhe kur them shoqëria, këtu nuk e kam fjalën për njerëzit e thjeshtë që përbën shoqërinë, po e kam fjalën për ato që marrin vendime për ne, ato që ndikojnë në jetët tona, dhe ato që me vendimet e tyre ose mund të na e lehtësojnë udhëtimin ton, ose mund të na e vështirësojnë udhëtimin ton.
A jetohet me gazetari në Shqipëri, Esmeralda? Është shumë e vështirë. Nëse do të jetosh vetëm me gazetari, është shumë e vështirë. Gazetarët janë të gjithë të varfër. Janë njerëzit, mendojnë gazetarët 2, 3, 4, 5, 10 personazhe që janë të suksesshëm dhe që kanë emisionet e tyre, por gazetarët janë në mbijetesë. Janë të gjithë në vështirësi, po themi, sepse gazetaria është një profesion që të glaburon, nuk shkëputesh dot nga gazetaria. Edhe kur shkon me pushime, unë për shembull e kam këtë, edhe kur shkoj me pushime, shoh diçka, dua ta fotografoj, dua ta takoj personin, ta kem, kujt dihet, ndoshta do ta bëj ndonjëherë një histori, por ta kem unë këtë gjë. Kjo tregon që gazetaria që bën ti është një gazetari e ndjeshme, nuk ka të korracën e raportimit të ftohtë të ngjarjeve që nuk të prekin sepse nuk të ndodhin ty. Dhe këtë e kam parë edhe në këtë lëvizjen që ti ke themeluar së bashku me koleget të tjera për prindrit në Shqipëri, e cila është e pavarur, por edhe e ndërlidhur me punën si gazetare. Keni filluar me peticione për shkollat me 2 turne dhe jeni bërë më aktiv kur ndodhi ngjarja e vrasjes së adoleshentit brenda shkollës Fanoli në Tiranë, me marshime, me një listë kërkesash të cilat ju drejtuan Ministrisë së Arsimit për të rritur sigurinë në shkolla. Dhe dua të pyes, cilat janë shqetësimet e një prindi sot në Shqipëri? Para se të kaloj të përgjigja e kësaj pyetjes, do të them diçka tjetër. Unë jam prej vitesh e angazhuar tek emisioni Inside Story në Top Channel. Lëvizim shumë nëpër Shqipëri. Kam fatin që djemt që janë operator, që punojmë dhe dalim si grup terreni si grup xhirimi në terren, janë po kaq të ndjeshëm. Në çdo histori që ne shkojmë, kur marrim vesh që nuk janë në gjendje të mirë ekonomike, rastisë që blejmë ushqimet ju çojmë. Rastisë shohim sa herë ju lëm ndonjë kartë monedhë modeste, sepse ndonjë lodër për fëmijë, ndoshta ndonjë lodër, po gjithmonë ne dalim me bilance negative kur shkojmë nëpër histori, sepse ajo që shohim është aq e dhimbshme, dhe ne vërtet nuk mund t'i zgjidhim ndoshta hallin, se na shohin si shpëtimtar kur shkojmë. Dhe dua të them që në një nga historitë e mia që kam mbuluar dhe që e mbaj mend, më pyeti njëri nga personazhet, pse të ta them ty këtë gjë? Jam ankuar në të gjitha institucionet. E din që kam të drejtë, por askush nuk ma jep të drejtën. Pse të ta them edhe një herë ty këtë gjë? Çfarë do më bësh, do më zgjidhësh hallin? Dhe unë e them gjithmonë, dhe a them të gjithëve, unë nuk mund të zgjidhem. Gazetarët nuk zgjidhin halle. Hallet i zgjidh ato që e kanë për detyrë. Por ama unë jam e parimit që më mirë ta themi një të vërtetë, se sa ta marrim me vete. Të mos e di askush. E kemi për detyrë ta themi të vërtetën. Dhe unë gjatë gjithë punës time këtë përpiqem të bëj. Duhet ta themi. Duhet ta themi për të kthyer te pyetja jote, që prindërit sot në Shqipëri përballen me sfida të jashtëzakonshme. Të gjithë prindërit kudo në botë, por ajo Europa kur ne aspirojmë të aderojmë, që e trumpetojmë me kaq të madhe, ofron disa lehtësira për prindërit, sepse mënyra jetës është ndërtuar e tillë që prindi është bërë rob i punës, duhet të punojë, se nëse e lë punën një javë, e gjithë familja falimenton. Dhe shteti ka ndërtuar disa politika sociale që t'jenë afër prindit dhe t'i ndihmojnë. Unë e shikoj shkollën shumë larg me fëmijët. Pra një shkollë nuk është vetëm një vend ku ti shkon në orën 8 të mëngjesit dhe del në orën 1 të drekës. Shkolla është një vend i shenjtë. Duhet ketë strategji se si ta bëjmë ne këtë fëmijën ta dojë shkollën,
të shkojnë me dëshirë në shkollë. Sigurisht ato kanë një armë shumë të fortë në dorë, kanë këto telefonin që i josh, na josh edhe ne të rriturve, jo më fëmijët. Atëherë, si duhet ta bëjmë në shkollën të tillë, që fëmijët ta duan shkollën, ta duan librin, të duan të shkojnë në shkollë. Dhe unë shikoj shkollën shumë larg. Në Tiranë unë nuk di të ketë ndonjë fushë futbolli ku fëmijët të shkojnë pa pagesë. Kjo është e rëndësishme për të theksuar. Pa pagesë. Nëse të shkoj, a kemi në një qendër kulturore, kanë qenë dikur qendrat kulturore që gëlonin me aktivitete? Nuk ka. Ti për çdo gjë kurse private. Duhet të paguash. Dhe problemi, cili është problemi tjetër? Që çdo gjë, këto kurset janë të gjitha informale në të zezë. Dhe ty nuk të njihet asnjë shpenzim. Asnjë shpenzim. Pra, nëse unë kam për të paguar për futbollin, për qendrën kulturore, për një kurs anglisht, për furgonin atëherë pse të mos ofrohen këto nëpër shkolla dhe ne këto lek do ja jepnim më me dëshirë mësuesve, se sa i çojmë kudo në qendra që ndoshta nuk e dim edhe cilësinë e tyre. Dhe pas protestave për Martinin, që ishte një ngjarje shumë e rëndë, pas protestave për Martinin, qeveria premtoi, e mbani mend në atë fund viti, premtoi se do të kishte disa ndryshime drastike në sistemin shkollor, të paktën për kryeqytetin, duke qenë se me sa duket po afronin dhe zgjedhjet lokale, ishin përpara zgjedhjet lokale, ne kemi nisur sërish këtë vit të ri të shkollor, kemi godina të reja që ndërtohen, por brenda këtyre godinave nuk ka asgjë që mund të ofroj fëmijëve, jo vetëm dije, por ato, po themi, elemente që i bëjnë njerëz, se ne, apo ajo që kemi nevojë më shumë është të kemi njerëz në të ardhmen. Pra, jo vetëm i ditur, por të jenë edhe njerëzor, ta kuptojnë, ta ndjejnë, ta respektojnë situatën ku ndodhet ai fëmia tjetër, të mos bullizojnë, të mos e çojnë një fëmijë drejt vendimeve ekstreme. Dhe unë nuk mendoj se ka fëmijë të këqij. Ajo që ne u kemi lënë trashëgim fëmijëve ka probleme. Si mundet të lidhen këto të dyja, aktivizmi me gazetarinë? Shikon ti ndonjë strategji për t'i bërë më të dukshme dhe më të fuqishme lëvizjet tona si aktivist përtej gazetarisë, apo je me grupin tjetër që thot gazetaria është raportimi fakteve dhe aktivistët kanë punën e tyre? Shiko, me thënë të drejtën, mua më pëlqejnë pak kufijt. Unë jam tek grupi gazetarëve, sepse jemi mësuar, pastaj kur ngatrohen dhe emocionet tona, është më e lehtë edhe të na sulmojnë. Hëse e bën se ti ke interes për vete. Patjetër. Hëse e bën se ti ke fëmijët në shkollë. Hëse e bën se ti ke interesin tënd. Ndoshta patjetër që do ketë gjithmonë kritika se nuk mund t'ju pëlqejmë të gjithë njerëzve, kjo është e padiskutueshme. Por unë mendoj që më tepër se sa një grup aktivistësh, çfarë na mungon ne? Ne kemi pedagog, mjek, kërkues shkencor, inxhinier, çfarë të duash, nuk flasin kurrë. Janë dy pole të kundërta. Shoqëria civile, që janë vetëm disa njerëz, shoqëria civile, që është një grup, dhe e gjithë kjo armatë profesionistësh, që e kanë kapacitetin, e kanë dhe mundësinë, e kanë edhe luksin për të gjetur hapësirat se ku të flasin, që nuk flasin. Dhe unë mendoj se kjo është rrënja e problemit tonë. Ne... Apatia, indiferentizmi. Indiferentizmi. Në shumë nga rastet, unë ju kam thënë, shiko, do të them historinë e një zonje që kishte kancer gjiri. Trajtohej me herceptin.
Dhe në një nga këto, po flasim diku nga vitet 2016, 2015, 2016 ndoshta. Dhe ajo ju ankua kryeministrit që unë jam me kancer gjyri, por nuk kam medikament. Dhe kryeministri e mori si sfidë, e çoi në spital dhe tha, do sigurohet patjetër Që të medikament. marrim mjekimin e duhur. Po. Dhe unë atë kohë bëra një histori për Herceptinën dhe se si gratë përballeshin me mungesën e këtij medikamenti jetik. Zonja, për fat të mirë, historia e saj rezultoi pozitive dhe unë e mora për ta pyetur për një intervistë. Dhe më thotë që unë vërtet e kam kaluar sëmundjen, por unë kam një dhimbje në shpirt, thotë. Kam frikë se mos mua ma dhanë, vetëm se i tha kryeministri. Po pse i thash unë, ti mendon që s'ka? Shiko, tha, kur bëhet Herceptina, e bëjmë një grup grashta, gjithmonë bashkë, e kemi në të njëjtën ditë. Sa herë shkon njëra prej tyre mungon. Dhe unë kam frikë të pyes pse mungon. Kam frikë se mund të ketë ndruar jetë. Dhe unë kam frikë se kam marrë dozën që i takon të dikujt tjetër. Pra këtu nuk funksionojnë shumë gjëra. Dhe kur e pyeta shefen e shërbimit, që përballet çdo ditë me këto mungesa të jashtëzakonshme që mund të çojnë edhe në humbje jete. Po si ka mundësi që ju nuk flisni? Si ka mundësi që mjekët punojnë në këto mungesa ekstreme? Duke tradhtuar dhe betimin e Hipokratit në një farë mënyra? Unë nuk mendoj se ka arsye këtu. Dhe unë nuk mendoj se një shef shërbimi në QSUTA sot është i zëvendësueshëm. Duhen dekada për të përgatitur. Ose ndoshta një dhe mund të zëvendësohet, por nëse bëhen 2-3, kaq të vështirë kemi. Ata janë shumë të fuqishëm. Pra po nuk folën ato. Sa do mirë, po nuk reaguan, po nuk kemi një reagim dinjitos, serioz, me fakte, me argumente, që të dinë edhe të rezistojnë presionit që vjen nga palët e tjera. Pastaj do jemi duke kërkuar se kush nga ne e ka fajin dhe se kush nga ne duhet ta bëj këtë gjë. Dhe këtu mund të shtonim që asaj pyetje së atij zotrisë që të tha pse duhet të ta them unë hallin tim kur e di që ti nuk mund ta zgjidhësh, mund të jepnim përgjigjen që një gazetar i famshëm i dha një bashkëbiseduesi të tij që gazetaria nuk ka forcën të zgjidhë problemet e botës, por ka fuqinë të trondisë ndërgjegjen e shoqërisë. Dhe kjo është një nga mesazhet më të forta që gazetarët e sociales në këtë rast mund ta bëjnë me guximin e profesionistëve që nuk kanë ndroje se humbasin vendin e punës nëse thonë një të vërtetë për mungesat në sistemin shëndetësor. U bë shumë gri. Duhet ta çelim pak si fotot e tua të jashtëzakonshme, të vjeshtës, të dimrit ose të verës. Ke një sy shumë artistik, a mos është kjo një lloj kompensimi për historitë e zymta që ti bën, apo është pjesë e natyrës tënde? Ti e do të bukurën, ti e do jetën me ngjyra, ti mundohesh ta krijosh, si me thon, atë mozaikun jo vetëm me të zezën dhe grinë e realitetit, por me diçka tjetër. A do isha bërë një fotografe? Do isha bërë një fotografe. Madje kunata ime më thon gjithmonë që po Lore, o goc gazetarin, më thotë mua, hap një studio fotografie. Se dhe bashorti juaj vjen nga artet dhe filozofia e arteve, po mbase mund të tregojmë pak këtë historinë e dashurisë, se nuk vjen menjëherë nga gazetare bëhesh nën. Gazetarët e dashurojnë, edhe kanë pjesën e familjes shumë të rëndësishme. Mund ta tregosh historinë e njohjes me bashortin tënd? Po, mund ta tregojmë, por do të thoja një gjë, domethënë se shpesh një gazetare nuk ja del dot e vetme, po nuk pati mbështetje mbrapa. Unë udhtoj, për shembull, ka raste që largohem
2-3 ditë nga shtëpia fare. E di. Dhe Edhe është kur nuk shkon për punë, po. thot a ka mundësi ta lësh në shtëpi. Po. Dhe është bashkëshorti që kujdeset për fëmijët, është bashkëshorti që kujdeset për fëmijët. Dhe ky është një profesion që nuk bëhet vetëm, kanë të gjithë familjen nga Sepse brava. gjyshërit ju nuk i keni këtu. Po, gjyshërit nuk i keni. Po, në qytetet po them respektive. që edhe sikur ti kishim gjyshërit, po them që është ndihmë shumë e madhe. është ndihmë shumë e madhe, po them që është një profesion që nuk bëhet vetëm. Patjetër. Do patjetër mbështetjen e familjes, do patjetër mirëkuptimin e familjes. Pa ai të ka njohur gazetare apo mësuese? Jo, mua më ka njohur gazetare. Okej, në rregull. Gazetare. E dinte domethënë. Po. Se ndonjëherë thua marr mësuesen, në orën 1 e kam në shtëpi, jam në rregull. Jo, e dinte domethënë gazetare jemi njohur. Kemi qenë me një grup shoqërie të përbashkët, po themi nga ish gazetar shqiptare që jemi njohur. Jemi njohur dhe pastaj kemi bërë gjërat pak në nxitim, domethënë kemi bërë ca si shpejt domethënë dhe brenda 2 vitesh u bëm me fëmijën e parë, pastaj erdhi te djali. Dhe okay, kemi rezistuar deri tani, themi që ka disa shprehje që kur futet në vitin e 16, 17, jenë adoleshent. Pastaj 16, jenë adoleshent, po të përballove dhe adoleshencën. E kemi kry. E kemi kry. Ti ke një vajzë dhe një djalë. Mendon që shoqëria e sotme është më e mirë për vajzat se sa çka që në kohën tënde? Edhe për djemt. Sigurisht që mendoj që shoqëria është më e mirë sot, pa bërë dallim për vajzat dhe për djemt. Unë mendoj që të dy gjinit janë të ekspozuar njësoj ndaj rreziqeve dhe që të dy gjinit janë po njësoj mund të përfitojnë nga të mirat që ofron teknologjia, jeta, shoqëria, sistemi që ne kemi. Po sepse është dhe kjo ideja që shoqëritë janë patriarkale, vazhdojnë të jenë patriarkale dhe pozita e gruas dhe e vajzës del pak më me vështirësi nga ato kanonet dhe rregullat që janë imponuar dikur. Mua më duket një brez pak më i lirë, më i vetëdijshëm për fuqinë që kanë. Unë kam një problem tjetër në shtëpi, se përpiqem që t'ju andaj detyrat fëmijëve. Njëri të lajë enët sot, edhe njëri t'i bëj radha nesër. Po këto që janë aftësi për jetën, nuk ka lidhje me stereotipe gjinore. Sa herë që i bie radha vajzës, ajo ankohet se thot po bën mizogjenisëm, pse po i laj unë enët. Pra, është e vetëdijshme, po them që është e vetëdijshme për të drejtat që kanë, janë të vetëdijshëm, pra ndryshe nga ne që i kemi mësuar, nuk i dinim që i kishim këto të drejta, por i kemi mësuar me kalimin e viteve, kurse ato janë më të vetëdijshëm dhe mua kjo më jep një shpresë që ndoshta nuk do të kenë atë pengesa që ka pasur brezat para këtyre. Por desha të di mendimin tënd, a ka nevojë gazetaria shqiptare të ketë ndjeshmëri gjinore? Si e shikon ti portretizimin e grave dhe vajzave në media? Është ai në standardet e duhura, apo ka shumë seksizëm, apo ka shumë shfrytëzim të figurës së gruas, seksualizim? Se ti ke punuar dhe në talk show ku imazhi luan një rol të rëndësishëm, edhe nga ana tjetër puna jote e përditshme lidhet me fjalën në një farë mënyre, po televizioni i ka këto të dyja. Si e shikon ti këtë? Hapësirat në media për gratë janë zgjeruar apo janë ngushtuar, apo janë bërë më të parehatshme? Unë them që janë bërë pak më të parehatshme. Ka hapësira për gratë, ka plot hapësira për gratë, por ato nuk janë shumë të rehatshme për ta shpërfaqur gruan në të gjitha dimensionet që ajo ka. Preferohet më tepër vetëm një lloj dimensioni që shkon drejt pamjes së jashtme dhe që shkon drejt ekspozimit të hireve që ka një vajzë. Dhe mendoj që duke lidhur me atë pyetje më përpara se si është mjedisi sot për fëmijët tanë,
mendoj që ky është rreziku më i madh, domethënë që me të cilën do të përballen. E gjithë shoqëria duket sikur ka një lloj ekstremizmi, domethënë për mënyrën se si do ta portretizoj dhe se si do ta unifikoj portretin e një gruaje apo të një vajze. Dhe unë mendoj që në mediat shqiptare ka gjithmonë nevojë për sepse në gazetarin, po themi, edhe gazetaria pas 90-s ishte një gjë e re. Nuk është se vim nga shkolla tradicionale, siç e kanë vendet e tjera. Kemi një trashëgimi me standarde. Kemi një trashëgimi dhe ne, po themi, kemi kaluar ato fasat dilemave etike. Po, i kemi bërë ato hapat tonë, se edhe mediat e tjera që sot janë, që ne i marrim si shembull, i kanë bërë ato gabimet e tyre, por kanë mësuar nga gabimet e tyre. E mira është që ne të mos gabonim vetë, por të mësonim nga gabimet e të tjerëve, por që nuk po e bëjmë këtë gjë. Kështu që situata sot në media, po jo vetëm në media, në të gjithë shoqërinë e shikoj pak problematike, domethënë në mënyrën se si do t'i portretizoj, do t'i qaset, do ta rimodeloj gruan, vajzën, femrën. Pra, duke shkuar tek ajo bukuria standarde, dhe ndonjëherë edhe duke imponuar vajzave, dhe imponimi vjen në forma të ndryshme, dhe ato pastaj zgjedhin edhe vetë që të jenë një lloj modeli që megjithëse në jetën e përditshme mund të jenë vajza shumë ndryshe, por kur dalin në media përpiqen të jenë ndryshe vetëm për disa klikime apo që të ftohen sërish në emisione të tjera. Pra është bërë kjo clickbaiti është bërë absolutisht. Është bërë kështu sfidues për të gjithë. E kam thënë, ky është një nga podcastet më sfiduese, se na duhen ne dimri për të folur për ajo në media, por na duhet ta përmbledhim, dhe do ta përmbledh me pyetjen që është më e zakonshmja në një redaksi, si e ke planin e lëvizjeve për këtë muaj? Plani i lëvizjeve për këtë muaj nuk e di, domethënë. Është shumë ishim para 2 ditësh ishim në Lushnjë dhe në Fier. Kemi 2 histori të tjera që ndoshta do shkojmë në Dibër dhe në një nga historitë në Durrës. Nuk e di, domethënë, nuk sërish kjo pjesa e shëtitjes Shqipërisë dhe e prekjes së realitetit me dhe mund të them që kemi një vend dhe njerëz shumë të bukur. Nuk ka, në çdo shtëpi që trokasim, në çdo derë që shkojmë, na presin me kaq shumë dashuri. Tani është vjeshta, për shembull. Kur shkon atje, ajo është ajo tradita e bukur, domethënë që kam një shek, po t'i jap një shek, kanë bërë mollët, po t'i jap diçka, domethënë është një lloj që ti e pranon atë që të ka ardhur i paftuar në këtë rast, e pranon me të gjithë atë që të ka shtëpia, atë që edhe duan ta ndajnë çdo gjë që kanë. Është një vend që besoj që këtë lloj qasje që kemi me njerëzit e gjen vetëm në Shqipëri. Nuk i gjen rrallë, e gjen në vendet e tjera që të duan të të falenderojnë në këtë mënyrë. Esmeralda Keta, ishte një kënaqësi që biseduam bashk në ajo podcast. Shpresoj që të rritet numri i çmimeve të gazetarisë që ti merr dhe të mos shuhet pasioni për një profesion që të çon tek njerëzit dhe të çon tek ajo që na bën unik dhe në të njëjtën kohë të brisht, sepse duke pranuar që jemi njerëz, ne duhet të pranojmë gjithashtu që jemi edhe të prekshëm në disa momente, pa i çuar në ekstrem emocionet tona dhe sidomos pa e shfrytzuar brishtësinë e njerëzve. Unë mendoj që ti je një model për të ndjekur, u shtofshin Esmeralda Ketat në gazetari, edhe të uroj më të mirën në profesion, në jetë, në familje, në udhëtimet e radhës, mos e lër atë girls trip që kemi krijuar, dhe ndjekësve të ajo podcasti lë takim në episodin e radhës. Falenderoj shumë për ftesën dhe për gjithçka po bëni, po themi për t'i dhënë një frymë të re
gazetarisë në Shqipëri dhe sidomos gazetarisë së vajzave, që kanë në fokus vajzat, por edhe për të na mësuar se si ndonjëherë ajo përditshmëria jonë në atë përditshmërinë tonë ne kemi dhe disa të drejta që ndoshta ndonjëherë ne i marrim si të mirëqena, por që është mirë që vërtet ne të dimë t'i kërkojmë së pari për veten tonë dhe pastaj na bën më të zonja të për profesionin që ushtojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit Esmeralda. Ky ishte episodi i radhës në Ajo Podcast. Shihemi në episodin tjetër.